Sadri, janë disa Serbë të cilët... Jo, në falë që të isha shtu me po pytin. Pse për shembull, domethënë gjithë gazetarët, shumica e gazetarëve serb që domethënë punojnë edhe veprojnë në Kosovë, po edhe vinë pas here siç është Radomir Dimić, janë përkrahas të Albin Kurti. Unë veç po duhem me thonë këto se për këtyne gazetarëve Radomir Dimić nuk është gazetar. Ai ka qenë drejtori i tjegullorës në Podujev para lufte. Domethënë ka qenë pjesë e nomenklaturës politike të asaj periudhe. Po për shumë edhe nga për protesta që përmend Albin Kurtin. Pse? Ka qenë ka pas një parti politike këtu në Kosovë me një Dragi Shamirić, zbashku kanë konkuruar, nuk kanë mujt me marrë deputet. Po çfarë për shkak të kirosën e Krstiçit për kur? Krstiç, edhe ky tjetër. Pse ata nuk vinë me mua mu ballafaqu këtu? Pse? Dëgjoni. Unë nuk jam kritik i Albin Kurtit si kryeministër. Unë jam kritik i veprimeve të tij, të cilat na sjellin në një situatë të palakmueshme me Amerikën. E pse po përmendin Kovend? Dhe ky fakt që unë e them publikisht, e ka bo Albin Kurtin më përmend emrin. Kovend, me më thonë Udbash, me më thonë shpejon e Serbisë, me thonë këto çështje, sepse unë nuk e këm rajt kur edhe Sërb, kur këm punu në shërbim informativ të Kosovës, zoti Sadri Meri. Atë punë e këm krye. Me kryue ambient për komunitetin Sërb që ta pranojnë realitetin e pavarësisë Kosovës. Dhe, ky fakt ju dhem do dove. Unë nuk e këm shef kur që 2 vite gjys, këm qenë pjesë e analitikës e sigurimit sekret të Jugoslavisë, në Kosovë, në Prishtinë. Atë periudhë, 2 vite e gjys, unë me letra, me përgjime, me qka këm mujt, i këm quhe, se Ibrahim Rugova, nuk o konë që këja tërë. Dhe atë periudhë, unë ja këm dërzua njëret cilën kena i ti me ta. është Shaban me Hona. Po e vërtet. Pastaj e këm lëshuat, sepse merdhen informatat që mujt dekonspirohem, dhe e këm lojnë që e këm luë zbashku me profesora, edhe profesor Agani ma ka mundësua pas talden nga zetari. Shkurtime se jemi minutat e fundit, dojnë me një tim tjetër. Po? A do është paralelu shumë herë vizita e Granellit në Kosovë? Pse se dhe bo? Granelli është në Kosovë. Nëse nuk o fizikisht, a i këtu është. Po fizikisht, kur do t'janë? Po mos të merrohen bre këta burrat, se po tutëm për Granellit. Jo bre burve që po dojna mos përna e zhitë që të ngërqim politik. Jo, ngërqim politik mund vetëm populli i Kosovës ta rregullon këtë. A ko me orë me mesazh qartë nëse vjen Granelli në Kosovë, Fatmer? Granelli nuk bën qeveri. Granelli thot, i keni marrë obligimet ndërkombëtare. Dëgjoj, na kemi obligime ndërkombëtare. Kur pithojnë këto njerëzit tani të pse pithu, po na s'kem çore pa thonë. Se i ke marrë ato në obligime dhe ka marrë Kurti në Ohër edhe në Bruksel. Edhe ky tash, është një farë fjale popullore, po do me nalon kopilin dorë. Po kjo punë do të mu krye. Amerika, që Amerikë që unë këm lexu për to njof, unë nuk isha dashur këtë Kosovë as një njeri tjetër, as këfar, as kur gjë, veç Amerikanët me i postu. Edhe me i pos, ushtarët Amerikës, as një hiç tjetër, hiç. Evropa ku ka shkue? Kalon probleme. Amerika është ajo që ka mbrojtë dhe ka shtiru këtë vend. Nuk ka tjetër. A mendon që ka marrë me mesazh qartë? Pra, ne duhet ta dëgjojmë Amerikën. Amerika s'po na thon bënu servil tonë. Kur s'na ka thonë? Por me dëgjuam, me koordinuam me ta, na duhet se na nuk i na shliru vetë. E kush mendon që do ta formojë qeverinë, Fatmer? Qeverinë? A do të jetë kryeministër Albin Kurti? Qëra, Albin Kurti mundet më bu kryeministër, por një njerit që nuk ta pranon Amerika, nuk ka çka dyn. Për bes nuk ka nuk... Unë e di që ka fituar një 4-8 deputetën, se ka fituar, dhe te formon burë. Por ti je në sankcionet Bashkimit Evropian, je në embargot të Amerikës, kje probleme në veri të natyrave të ndryshme. E njët në Odë, Basë Rifat Jashari, që ka i tha Ministrit punëve të mbrëmshme, se nashta ju... Po, apo gënë kosha me në tëna? Ja, dha një mesazh. Edhe mesazh më të mirë. Çka tha? I tha, se herë këm ngue une, ma mirë më karo. Kjo është mesazh jashtëzakonshëm,
S'na s'ka i, dreq për e jeti? Jo, po kjo është e vërtet, në familjen e cila unë e kisha shpoll ato borë mbretëror, se s'po di, mret do të më shpoll familja e Shari, ajo është o borë mbretëror. Është në histori nuk mohat men, ku në botë kjo çështje që ka ndodhur. Pra, nuk po them që të bëhemi mbretëri, por ai vend e meriton titullin e mbretërisë. Kur ato fjalë, kur të thuhen në odën e Adem Jasharit, e i dalim pej gojës të Rifat Jasharit, ajo është amen. Amen, ato s'ki çka flet mo. Ai e tha. E çka mendon ti, se jemi minuta, çka mendon kush do ta bëjë koalicionin? Te bo kush duan, unë veç duhet që Amerika me konë me neve. E serbët ta shkojnë me Albin Kurtin. Po s'po më intereson puna e serbëve bre. S'po më intereson puna e ty në heq, apo kupton? Po që e ki ti që ata të manë për ndërretnin kje? Ja janë gëm, ata janë pjesë të kushtetutës tonë, ose adre. Pa të shkojnë koalicion, po jo? Kusht e formon qeverin, s'ka hall pa e ministrinë atyne. Nuk ka hall, se është kategori kushtetuese, thët kushtetutën cilën ne e kemi aprovuar. Këto, mu në me buqe vete, jo kësë po dëm me këta, jo kësë po dëm me ta. Dhe gjë, ne dohet një herë për gjithmonë të flasëm me të vërtetën, dohet të zgjedhëm njerëz të cilët nuk e kam problem me shku në Beograd, me folë midis parlamentit të Serbisë, me ju kallëzu që ka keni bo në Kosovë. Po shkurt. Edhe me i prit, demokrat, njerëz sërbë, se nuk janë tonë ata. E vërtet, Fatmen, shkurt, se është pyetja e fundit. Hajde. Kush do ta formojë koalicionin sipas teje? Ka zana burni me ne me yti? Mos u mshef se ti e di. Dëgjo, ja po me dhon mendimin tash. Mendimin tan. Unë mendim jam kam qef më krijuë qeveri e cila është totalisht pro-amerikane. Kush që i bjen mi formua që ata që nuk janë anti-amerikan, po janë pro-amerikës. LDK, PDK, AK. Në kofshin të meqëm, po me koni meqëm edhe Albini du të mi po këtë punë. Jo pëse jam e nëjtë keqen, sinqerisht se unë jem rrit me to, një hymje. Por, kur te pajsh që nuk po të dënë Amerika, dëgjë, nuk shkojnë në zërë punë. Qka ke thonë ke dollë, Fatmen, kush do tjetë kryeministri si pas të jetë arshymi apja qëllan? Shkor. Kryeministri i Kosovës? Për bes... Lëmiri apo Dreomza? Nga që po kom qef unë e kësha pas qef që në prill të vitit tarshëm, aty ku janë ndërprejti kjo gjykat e pa drejt, të vjen president Hashim Thaçi. E vërtet, po e kryeministri... Në prill të vitit tarshëm. E nëse është Hashim Thaçi president e vjen nga propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë kryeministrin do të mjalon dhe kuj tjetër. Që o Lëmira? Po tash Lëmiri gjendet një kompromis. Hajde për e ku. Bravo, të ardhë për Fatmir.